Në emisionin Debat në Shenja, u trajtua një nga çështjet më të nxehta të skenës politike shqiptare, nëse ajo po i nënshtrohet një reformimi të domosdoshëm apo një deformimi që thellon krizat e brendshme. Ky debat u fokusua veçanërisht tek vendimi i fundit e Aleancës për shqiptarët për t'u larguar nga Aleanca Kombëtare për Integrim, një lëvizje që ka shkaktuar reagime të shumta dhe polemika të gjëra në opinion, sidomos pas zgjedhjeve lokale. Për të analizuar këtë zhvillim dhe për të ndarë perspektiva të ndryshme, në studio ishin të ftuar zëdhënësi i ASH-s, nga krahu i Ziadin Selës, Arben Zeqiri, si dhe analistët politik Sefer Tahiri dhe Xhenur Iseni. Zeqiri bëri të ditur se ASH është tërhequr nga koalicioni AKI me qëllim që t'i rikthehet punës dhe konsolidimit të brendshëm. Mendoj, ashtu si edhe shumica e antarëve të kryesisë në mbledhjen e fundit, se është një veprim që realisht duhet ta bëjë çdo parti politike dhe ajo është t'i kthehet vetvetes, t'i kthehet antarësisë, t'i kthehet substancës vetë dhe të bëj analizat e dura dhe të filloj riorganizimin. Çdo subjekt politik pas çdo cikli zgjedhor duhet të filloj fillimisht merret me vetveten. Ndërkaq, analisti Sefer Tahiri deklaroi se koalicioni AKI është një bashkim politik i cili nuk mbështetet në parime dhe ide të përbashkëta, por në interesa të ngushta elektorale. Nëse ju kujtohet, unë thash që koalicioni i AKI-s është i panatyrshëm. Është koalicion jo parimor dhe është koalicion i cili nuk bazohet mbi platforma dhe ide, koncepte dhe filozofi politike, por bazohet mbi pragmatizmin elektoral. Por para se të vazhdoj, doja të them një gjë që mua më vjen mirë, që jam domethënë mesin e dy njerëzve të rinj, sepse unë angazhohem për atë që njerëzit të kenë angazhime konkrete politike. Ndërkaq, analisti Xhenur Iseni në analizën e tij vlerëson se Aleanca për shqiptarët do të kishte qenë forca kryesore politike dhe do të kishte fituar përballë BDI-s, po të mos kishin ndodhur dy ndarjet e brendshme gjatë 2 viteve të fundit. E para që duhet të them është që Aleanca për shqiptarët po të mos të kishin ndodhur këto ndodhi që i kanë ndodhur në 2 vitet e fundit, sot do të ishte forca e parë politike në vend dhe do të fitonte përballë BDI-s si e vetme. Me thonë, atë shumë goditje ka ndodhur, sa që sot fatkeqësisht Aleanca për shqiptarët ka mbetën pa kredibilitet. Aleanca për shqiptarët u përqa apo u nda 2 herë në këto 2 vjet. Ndërkaq, sa i përket kësaj çështje, të ftuarit ndan vlerësimet e tyre mbi pasojat politike, pra paskenat dhe ndikimin që ky vendim mund të ketë në konfigurimin e ri të skenës politike shqiptare në vend.